Socializmi nuk është opozit. Nuk është fare opozit. Socializmi nuk është opozit, domethënë gjithë botën është organizatë terroriste, nuk është opozit, se po të shikosh tani, e di çfarë ishte opozit? E di çfarë është opozit sot? Ishte për shembull që një zot thoshte Rama turp të keq që nuk foli për Palestinën. Opozit ishte që dilte dikush nga liderat e opozitës dhe thoshte pse nuk foli për Palestinën. Më kuptove? Opozit është një tjetër parti dhe thot pse ne duhet lidhemi domethënë me Francën apo me Anglinë, kur fare mirë mund të lidhemi me Kinën dhe të prodhojmë shumë më lirë. Pse mos i marrim investimet nga Kina, po t'i marrim me nga 20 milion, sepse dhe këto që thonë për shembull një sqarim duhet bëj dhe që duhet ta bënin gjithë panelet televizive, që kjo rritja e çmimeve për kilometër ka ardhur pikërisht sepse është e pamundur që ti të marrësh investime kineze ose të marrësh investime pra Jo, këto e bën të njëri. Si? Janë sfera influenca ato. Po pra, është e pamundur. Dhe nga studimi që kam bërë për shembull në Afrikë, po e marrim që janë investime kineze, ata shkojnë me 1/10 në çmimit. Mirë, s'ke që bën, Mamaril. Jo, s'ke që i bëse. Jo, për kam fjalën opozit. Këtë po shpjegoj fjalën opozit, thot, pse ti marrim nga këta, ti marrim nga këta. Okej, prit dëgjoj të ty o vlla. Për shembull, se diam kuptoj, ose pse mos ndërtojmë dhe i gjotë tjetër atje. Po opozit, o ky tha qyryk, o ky tha budall, o ky tha kështu. Kjo nuk është opozit. Ndërkohë, në fund fare, mëse ne i thu, jeni gjithë idiot që keni votuar atë, gjithë korruptum. Domethënë, kjo nuk është, kjo është kam mbledh gjithë njerëzit me problemen tron, domethënë qyryk, dhe ata që bëjnë qyryk. Pra gjithë lumin. S'ka vetëm qyryk aty. Ka dhe profesorët e qyrykut. Shikoj, di çam po përshtypje diçka. Filloi protesta, mbare protesta, mediat merreshin ç'a bëri Flamunoka, ç'a bëri Klevis Balliu. Ndërkohë, që media duhet merren ç'a ashton aty. Ti s'ke punë fare të merresh me ç'a bëni tu budallënsh. Bravo. E disa figura të Kjo është poshtërsia e medias. Luciano Boçi tha votën nuk e fatin e shqiptarëve e vendos vota nuk e vendos samnitet. E vendos bëfa e këtyne, bota e këtyne që se kanë refen e fare. Bravo. Gjithë bashkë nuk kapi 1 milion morra. Po ban figurat e këtyre se sa vota morën, personalisht do çave ja u vodh, ja kishte vjedh dhe gruaja votat. Nuk e di se po flisim për një deputet. Kishte votu gruaja kundër. Okej. Pra, ta kam fjalën që media, këtu është poshtërsia e medias, asnjë media serioze, kur janë 47 drejtues të Europës aty, njerëz që me pasuri, GDP, ushtrit, pafundme, ti merresh me 50 idiot që kanë dalë në dhe kësaj vetëm media nuk i thuhet vetëm profesionalizëm. Do me thënë, 7 lajme janë, Klevis Balliu, që është një idiot, i tha kështu gazetarëve, Flamunoka ju tha kështu, Lucian Boçi ju tha kështu gazetarëve, Strazi Miri ju tha kështu gazetarëve. Po çaj e ti më ti në këtë botë të madhe ku janë 47 shefa, po këta dun Ali Lujevin, vlla. Bravo, jo, e di qa do ishte për shumë një media kombëtare, si që ishin protest këta, kush janë liderët, është Noka, Mleshi, Preshi, qanë ata. Mikrofonin dorë, me cilë nga 27 liderët ke lona i takim? Nacionin. Kush të njef ty, që ti qëmë të fala? Me këtë do takohesh më shumë. Një opozit normale. Nga do i morësh investimet se na thej që do ulshe taksat, do bësh këtë, do mund ti që e ke lënë Shqipërinë rrëmuj. Po me kë nga ka ke bisedu të çojmë. Me kë që t'ja çojmë mesazhin. Jo më të çojmë ty, Po të çojmë ty tash ti, t'ja dhjesim Ramës mua ty, të çojmë ty se ty doj. Me kë? Kush si e ka emrin? Mund ta Jo, dhe një opozit serioze, dikush do ishte
ti bën të lutje Ramës, ti vodhe bërë çfarë deshe, Po. por një përfaqësues jon duhet të jetë aty që i pret. Kjo është opozitë që të fik derën. Bashkë takohemi në Bruksel, neve do shkojmë me dosje unë. Po kjo është dita e Shqipërisë. Duhet jetë një përfaqësues i imi aty, se unë përfaqësoj 34% të elektoratit. Kryevepër. Po që në qojshin, të turnojnë. S'ka një figurtaret më. Tani, një gjë tjetër se kape media, do më thëmë për mua është më domosdoshme të vendosen ligje mbi mediat se sa sala. Më armë bërthamore janë mediat se sa saliu. Nëse media do ecin në bazë të rregullave të mediave të gjithë botës, Shqipëria krijo dhe opozitë se nuk mund të dali Salimo. Se nëse do ulesh Saliun dhe do i thush do ulesh në tavolinë, do i thush do më thënë si e fut në burg ti që 30% e popullsisë paguhet e drita. Do më si e ti në burg. Ose si që komeni aty që mund zgjedhin prapë shqiptarët, kur 30% të dritave, më fal, Shqipëria paguhet vetëm 30%. Uj nuk kishe as ujësjellsa masiven. Qa të marim, spitalet, nuk kishe ku hyshe se nglot që mren. S'kishe kërvate. Pra për gjithë këto gjëra, kurse e gjithë media, si që është marrë, për shumë qofte dhe nga vetë Rama, ti je non grada. Kuj ti intereson non grada, mërë burë? Ti nuk bo për Shqipni, më ti mund t'jesh grada sa dush, grata që unë ato. Po ti s'po për këtë vend, sepse 1, 2, 3, nga elektriciteti, ke rrugët, ke shkollat, ke spitalet, ke banesat, ke sheshet, ke një e tjetër, do më thënë, ke qenë terrorist, ke gjithë shka, nuk është problemi se ke qalu. Një mos ke qalu, më ti ke rënu, nuk është se ke qalu. Qalim është kur ti puno, në i gjo. E di që më bërë përshtypje tjetër këtu, përshtypje ishte që rreth 15 ditë për para, Saliun e ftuan Ramën e ftuan në Bruksel. Po. Çka ishte një mbështetje për fitoren e zgjedhjeve të tij. Dhe fakti që vinë në një sëmëni të tyre, 4 ditë mbas zgjedhjeve, tregon që sido që dilnin zgjedhjet, me çfarë do marzhi i kishte Rama, ata në 2 gjëra ishin të sigurta. Që Rama fitonte, se ata e kanë agjenturën këtë më të mirë se sa shikujon. Ma morë nga goja, për ishte shumë bukur të thosha unë, vazhdo. Okej, e dim shumë mirë. Që zgjedhjet do ishin të rregullta, edhe këtë e din. Nuk mund shkonin një vend korruptuar, kaq. Nuk mund shkonin një vend korruptuar. Sepse nuk pse, jo sot e kanë të cip, por elektorati vetë, i këtyre vendeve nuk, do më thëmë për elektoratin vetë, ato nuk mund shkon një vend korruptuar. Pra, si që u hapën negocianta dhe gjatë zgjedhjeve, ajo tregoj që, po, është si shtua, që ti ke lonë edhe kryebashkiakun me u arrestu, kurse këta s'kan lonë dhe i shpifës, dhe një hajdut, dhe i shkon gjithë aty protest pakut, vdekshot, ti të shbo gruja këshu, Hongërt kanceri, ti këshu, i pafshilache, nëma ti kanë pa para. Dhe ti nuk mund të vish në pushtet, kur që nga polici, që nga roja, dhe ku tjetë, ti shko të shajt ka dumanin, dum u dujq, qas si futën dumanin, ki me të, nuk mund t'jesh opozite një kombi, as ka vaja nuk prano, po ato e kanë morë me këshu. Se Shkodra, dira i më vetë, Shkodra do uj. Po, nese. Amaldo, kjo është. Përshtypje një diçka. Pra, asyja që ato erdhen, ishte sepse dihesh që Spaku ka dorë të lirë ke Rama, i mori kryebashkiaku. Edhe për brek, për fustone, më jo për këto gjë ke thonë ti, inceneratore këto gjona. Gjëja tjetër që është, do më thënë që është vendos këtu, që shumë pak zhurmë bëhet nga mediat,
është pikrisht për ajo, si quhet, që tenderat janë të gjithë të futura në si më them, të regjistruar online. Më këto pra është gjithë shka, po ka një emër shumë kështu ajo. E më leje se... Nese, qënë si ka. Pra janë këto gjëra që po nëse ishte një mesazh vetë kontrollohet shteti. Kjo është dhe përfundimi ato thonë po, 2 ditë pas zgjedhjeve do vim aty. Kjo është gjithë. E dini që do fitonte Rama, e dinte nuk ka njeriu në PD që se dinte që do fitonte Rama. Po tash ju ka lezet e pritun. Çam bëri përshtypje, më bëri përshtypje që edhe Beleri e kishte shumë salën, jo dorëheqje kishte. Po ti duhet japësh dorëheqje shumë se kena humbur lekët kot. Po përveç sa dorëheqje, sa I do të ajo, sepse që është pler, do të radikalizim Beleri. Shiko, kanë mbjellë shumë filiza ata në PD. Do të më lejmë po dëm, unë po them kam mbjellë për media, unë po të them gjitha misia është media më tani. A I këtë qa që ka shumë shqiptarë që akoma menojnë që inceneratorët në kanë kushtu 400 milion. Ke shqiptarë aty që thonë, a më kuptoj që mund betohet për fëmija, për zote, për Allah, ku di unë qak drejtin kanë ata, se duhet jenë twisti që të rinë, mos të hapin I fletë më ashtu. Menojnë që për incenerator, janë vjedhë 100 milion, për ja fusim këtë. 0! 120. Po jo më 120 bëjnë incenerator. Ju kanë thënë, mos I nga tromër burë, mos I fut që të lexojnë, o Amarido, mos I fut që të lexojnë në burë. Pra, këtë duhet... Ose për shembull, kur thonë tenderi sterilizimin, 100 milion. Bravo. Nuk e vrasin mendjen që ato kanë qenë për 10 vjet, që aty shpenzohen lek për sterilizimin, se nuk o me fut në avull, bisturinë dhe pincetën, por sterilizohen komplet sallat në bazdosh, transporti I mjeteve është sterilizuar, e tjera, se sala këtë sterilizim ne boni 5 vjet përpara dhe nuk e hapi sallën, nuk e vurin punë. Harrojnë që u shpenzuan 30 milion aty, u shpenzuan 30 milion të ajo salët dhe nuk u vu në punë, më kupton? Por të gjitha këto nuk ju mjafton, sepse ti ke thoni fjalë të bukur. Këtyne militantët të ti, ai provo sa mbajnë, dhe nuk të... Ore, dhe ajo kolona e betonit vjen dikur dhe thyhet, se ushtro pesh, ky qarë do mufke që t'ju këpuzin, ore nuk thyen, ore nuk lëshojnë cifrë. Një shqiptari logjikshëm do kuptoj se në qarë rreziku është vëndi. Nuk po flasën në për bluzën e famshme që, do më thënë, për e tërë ajo mbyllja finale e PD-s ka një emblem. Dhe vitit 2025, pas 100 vjetësh, është ajo bluza greke me numrin 1, Sali Berisha. Në krah Beleri, në krah Dule, gjatë gjithë kohës, kudo. Dhe Beleri, sepse e themi Belerin, për t'japim dhe titullin, është I zgjedhur nga radikalet grek në BE. Pra nuk është zgjedhur nga nëse këta militantë, se ndoshta nuk e din as militantët e salës, më nuk e thithin, po the unë po them që se thithin ti thu e din. T'ja shpjegoj dhe jema, më lemër burr, lemër të bëj detyrën. Okej, e doj, unë gjithova. Miq. Beleri, miq demokrat. Nuk është votu nga patriotët shqiptar për të shku në bashkimin, në BE, do më përqen, sa quhet, deputat. është votu nga radikalet grek. Pra, nuk është I Joni, e kemi mik, po jo tamam Joni. Tjetra, më shumtuara, që duket zbulu tani, është se si një qeveri, me gjithë qa I ke bo shqiptarëve në vita, ajo është qeveria greke, me operacion fshesa e me dreqe, nuk e lon gjoba I bo shqiptarit. Ja ke ndru dhe emrin e babës, e të nonës. Më kuptoj për lek. Do më nuk ka arrit në Shqipëri.
Grekët vinë të dytët mas Izraelitëve. Izraeliti ka shujt fare, ta në ndru në emrat. Asë një tjetër, shkon të uqi, Spiro e ke emin, Spiro e ke dhe atje. Izraelit ke aty. Nga këtu, ik Mahmud Spiro del prap në Greqi. Edhe është e abitshme, Izraelitët, ata i kanë ngarkuar në Selanik, brenda natës në vagona i kanë çuar në kampet e shfarosjes. I kanë qa. Brenda natës i qanë, e zbrazën Greqin nga e brendë. Dhe pra, sepse njeriu ka krenarimër, sepse e di si është problemi tani, imagjino të ta shtrojnë një tavolinë në mënyrë fantastike, edhe hatër terr aty. Ha, Jorgo, po i kam Hason, Jorgo e kërë player. Pra është emocional, domethënë është emocioni më i rëndësishëm, është krenaria më e rëndësishme, është fytyra më e rëndësishme. Dhe këtë ta kanë ndru në format e tyre, për shkak që o prit se do t'japim vizë, o prit se do rish tu nga baftja çaj quhet Kristo, ku diun se si kanë emër, që i shumë të bukur ai kanë. Dhe domethënë është i vetmi shtet sot në botë, unë nuk e di të këtë tjetër. Si Izraeliti tashu komplet, po Mahmud e ke emin, i vdek po Mahmud e ke. S'ta ndro. Ku si ta të ndrojnë emrin, mëse ne të vrasin. As të lejnë, nejse. Dhe të jesh kaq hapur sa dhe votat e emigrantëve, është i vetmi, kanë ardhur vota nga Kanadaja, nga Amerika, Australia, Anglia, Greqia. Lëmsh e bëni. Lëmsh. Pra, nëse do në ta shifni terrorizëm të hapur dhe se shifni edhe këta, biles, këto gëzohen mos i hap ato që kanë ardhur nga votimet që kanë ardhur nga Greqia, domethënë llogaritë se sa nuk i punon truni. Jo, është bashkëpunimi i opozitës shqiptare me shtetin. Po them, more këtyre njerëzve që janë shqiptarë mëse duan Shqipërinë dhe këta. Tani sepse këto nuk janë të këqij. Janë po. Bravo. Dhe janë ca të reja aty. Tanu të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm, mrena kësaj. Që po t'i hiki kjo magji e zezë nga Katina, bën një aset i mrekullueshëm për Shqipërinë. Se mos kujto se mos kujto se po them për Klliçin, unë është ai i riu që po thotë jo. Klliçi s'bëhet moj. Shiko, mbas gjithë këtyre, unë kam hequr shpresën që ajo parti dhe ai elektorat mund të reformohet. Këte e kam thonë ka kohë. Sepse, më falë, ata që kishin tru, kanë qenë 730.000 dikur votus. 230.000 kanë ata që kishin tru, që shikoshin bashkëpunim me Belerin, që shikoshin që ky po e bën për hallin e shtëpisë vet. Bravo. Që shikojnë që ky s'ka as ideale, asgjë përgjese, një herë është komunist, një herë fashist, një herë fanolist, pasandej zogist, pasandej konservator, pasandej LGBTQ, i ka të gjitha. Unë nuk mund s'ka lu livë nga këto babuk. Tak. Po. Kështu që kush ka mend, këta që kanë mbledhur për mua nuk kanë tru, janë të pareformueshëm. Që t'ja vëm emrin e vetë, po të shohësh edhe shiko sa banalja në komente, në për pa tru, pa... Më e bukur është që shumë kanë dalë dhe ilegal, më burë, nuk, as emrat e vetë nuk vejnë. Po, shikojnë se ju vje era. Tani, nuk jam unë për të shajt, unë jam thjesht për të thonë, sepse ju mos po i shajt. Tani unë nuk mund të them që se këta njerëz duhet ta kuptojnë, për më dha, nuk ka pyk, drasa ha pyk, ti sa pyk. Në qoftë se ti mendon që të kanë vjedhur vota, ndërkohë këti i kanë ikë 280.000 vota. I kanë vjedh njerëzit, jo votat. Por kanë ikë njerëzit, thjesht të votojnë. Po më 280.000 vetë janë disappear. Po pra. Kanë ikë. Së shojnë dot me sy. Dhe e di qa pash i video të vogël, që përshishtë ca video, se për priqam fakt të samitin, dhe më dolin me sinqeritet, nuk bëj humor fare, del humori se s'kom që me i bo. Pytën deputet në parë, ka pa i sentencë, se ishin këto shorts. Ato tha, bandat e Ramës, na kanë vjedh votat.
Pami dyti. U vodhën vota tha me tren bulgar. Okay. Tungi treti. Ato dy të para tham kam vjedh votat e mia. Ishte ky Kalaja. Ndoja me atje. Po ato dy dha që ato tha mi kam vjedh votat e mia. Ndojan edhe unë dhe ato të difuz në burg, nuk e di që bëhet me këtë trenë, dhe ato tha, unë i kam ke spaku. Okej. Sot ka qenë një ditë e bukur për Shqipërinë. Jashtë mase e bukur tani dhe e di si është problemi. Unë jam kundra gati gjithë shkaje që po bo Europa në këto qaste. Jam ndoshta në trurin tim shumë gjëra do isha i lidh, si jam ai do isha lidh me Kinën. Po të më mosh, do më thënë, me Kinën, apo me Indin, apo me njerëz që kanë lirë gjën. Më kupton? Po të isha lider, unë nuk mund ta bosha punën më bukur se Edi Rama. Sepse në këtë vend, me këtë parti që ke këtu, me këtë opozit që ke, të arrish një vend si Shqipëria, vendi më i shumtuar i Europës në 2012, më i shumtuari, nuk kishte të barabartë. Që nga sala që e se shtremën? E di që boshin, tani është një shprehje që do të kujtojnë gjithë shqiptarët që në ndjekin. Sa del ke kufini, ja, e të makina zarë. Këtë do të akojshë, se më përqete Shqipëria nga që më mungote, thosha, ua, sa mje që edhe në Shqipi. Sa dalësh ke kufiri, makina zarë, ti shofësh ato shpia. Do me thonë, një fjallë shpia ti nuk të nëzirë të robi. Me të shpjegu për Shqipërinë. Kështë të shi Shqipëria, dumne. Tiranën, ne nga Tiranën nga duhet një 2-3 javë me gjithë rrethina, ta vizitojmë, mos të më shumë. Gjona që si kemi pa, që po ndërtohen për ditë, pika turistike një tjetër. Dhe këtë çanta, kjo ishte bukra fare, që këtë çanta e gazetarëve, Rama kishte vendos albume me fotografi nga Shqipëria, album gujtë turistike dhe një këshu me muzikë shqiptare. Nuk e di, atë jam kuriozat e muzikës. Propaganda me e mirë që mund të bësh. Një i t'ju japësh një dhe propagandës. Këtë çanta, bravo, se cilit nga ta. Okej. Dhe nëse në një nga ju që e keni me mshajt, menoni që sala do kështë fut një gjotë tjetër këtë çanta, thojnë jam rejus dhe në qofë se nuk ju kërkoj fali herën tjetër që të shikoni, nuk ju mburë. Ta mbyllu shjelë, ta mbyllu. Natën.